Përshëndetje miq, unë jam Terina dhe kjo është Blokonomi. Kemi nisur me edicionin ton të 5 të Blokonomi podcast. Një podcast i cili mbledh sipërmarrësit jo vetëm të renditur në një prej iniciativat tona më të njohura, që është Fortin and the Fortin, pra 40 në 40, po këtë vit ndryshe nga herët e tjera do të kemi edhe sipërmarrës të cilët janë të nominuar në iniciativën tonë më të re që është 15/15. Sipërmarrës të cilët kanë mbi 30 vite, të cilët janë në treg sot, podcasti është më ndryshe. Do nisim një sipërmarrës i cili është i nominuar në Fortin and the Fortin dhe ka arritur të ndërthur sportin, guximin në të bërët biznes. Kam sot në podcast Jersey Kurtin, i cili është themeluesi Adventure Park. Jersey, përshëndetje dhe faleminderit që na bashkohe sot në podcast. Përshëndetje Berina, ju falenderoj për ftesën. Kush ka qenë Jersey përpara se të vendoste një mëngjes që ti do bësh sipërmarrës? Edhe a ka qenë biznesi gjithmonë një milestone që ke menduar, shko, e ardhmja ime do të jetë biznes, apo ka qenë një rrugtim që ti u gjende papritur? Rrugtimi unë kam gjetë vetën në biznes pas sportit. Pra unë që kam qenë sportist, kam pasur ëndër që të kisha një ekip taekwondo shumë mirë dhe suksesshëm. Por në atë kohë ishte vetëm në prizmin e një ideje shumë pasionante që të kisha një ekip, por nuk është ajo konceptoja dot në formën e biznesit. Kur arrita që u tërhoqa nga sporti dhe hapa ekipin e taekwondos, arrita kuptoja që vetëm forma për ta menaxhuar ishte ta ktheja në një biznes. Ti ke qenë taekwondo përpara se të ishte në biznes. Lidhet taekwondoja me mënyrën se si veprove si formarës, në çka kanë qenë ato të mirat e të qenit një sportist në taekwondo që ti i ke kthyer në biznes? Po sporti në përgjithësi ka një karakter, ti ke një karakter sportiv dhe je një karakter shumë thjesht i adaptueshëm. Pra në bazë kërkesës ti i përshtatesh edhe do reagosh. Kështu që kjo është ajo lidhje kryesore që ka sporti me biznesin. Ti mëson që të reagosh në bazë të situatave që ti ke përballë. Ku u lodhe ti nga sporti? U lodhe në kuptimin që ti ishe ti në aktori kryesor, ti ishe ti të gjithë spotet tek ty si sportist dhe vendose që të thosh unë do kthera në rreshtin e dytë dhe do të jenë të tjerë të cilët duhet të shkëlqejnë në dritat e bardha. Po. Pra jo shpjeguar në mënyrë shumë. Erdhi një moment që kundërshtari më i madh nuk ishte më kundërshtari që lozën tepër, ishte vetja. Edhe mungesa dhe logjistikës dhe mundësia financiare për të ndjek shumë nga dëkomtarë që unë kisha nevojë, më bëri që të lodhem edhe të kisha një luftë brendshme vetën time dhe të tërhiqesha. Por prap e gjeta formën time të kthehem në sport, që të krijoj produkte të reja dhe të krijoj sportist. Pra u ktheva, po ktheva në një formë tjetër. Pra personi që është mbrapa për të vënë drita për sportistët e tjerë. Ti përmende pak më parë edhe në arenën ndërkombëtare. Për ata të cilët nuk e njohin Jersey si sportist, sa larg ka shkuar Jersey në fushën e vet? Sot kemi fatin që në këtë fushë kemi sportistë që kanë arritur akoma në Ercion, pasi brezat tërheqin brezat, por gjithmonë krijojnë shpresa nga brezat e ri. Por unë kam qenë 15 vite kampion kombëtar, kam qenë kampion Ballkani, medalist vend 2 vend 3 prapë Ballkani, kam qenë pretendent për kualifikimet për lojrat olimpike në Londër 2010. Kam përfaqësuar Shqipërinë kampionat botëror, që më shumë të rresh 17 vjeç, kualifikimet europiane dhe botërore të olimpiadës. Pra kam një eksperiencë të kënaqshme ndërkombëtare, madje edhe me shumë partner dhe sportistë që deri vonë kanë qenë kampion bote, që kemi pas mundësi që të bëjmë shërbime dhe kemi kryer raporte me njëri tjetrin. Ne e konsiderojmë në Blokonomi një nga, domethënë, temat e mia të preferuara, por që më pëlqen shumë shpesh të diskutoj edhe me sipërmarrësit është mentorimi dhe frymëzimi. Jam shumë i sigurt ndoshta brezi që i përket ti edhe unë nuk është se kemi pasur atë luksin të zgjedhim një mentor, të shohim dikë i cili është duke bërë një punë të shkëlqyer në atë industri që ne inspirojmë dhe themi ky do të jetë mentori. Ke pasur ti ndonjë mentor pa dashje gjatë rrugtimit tënd, apo më mirë akoma një mentor që ti e ke zgjedhur ose të ka zgjedhur dhe ke thënë shiko, rrugtimi im do të shkojë ose do të marr këshilla nga ky individ. Dhe pas kësaj, a je ti mentor do kod? Kam pas fatin e mirë që të kem një trajner që ti ishte për mua trajner, coach, fizioterapist, psikolog, mentor, menaxher, sepse kushtet domethënë që ne bënim sport në atë kohë të tilla kanë qenë. Për të kishin një trajner multifunksional për të arritur një produkt. Edhe për mua e ka qenë edhe trajneri edhe mentori. Pra Leo Kapri që ka qenë trajneri im. Deri vonë kam pas një angazhim shumë të madh me sportin e taekwondos edhe në coaching dhe në trajner. Tani jam të rriqur pak për shkak të angazhimeve të përditshme që kam edhe kam pamundur, por kam krijuar një brez sportistash të mirë
Momentalisht kemi sportista kampion aktiv në ekipin tonë, që mund ta them modesti që jam edhe mentori i tyre. Përqense është shumë interesante dhe të frymëzosh nga ana tjetër. Ne do donim të ktheheshin pak edhe bizneset e tua. Ti je themeluesi Focus Group dhe Adventure Park. Focus Trading SPK edhe Adventure Point SPK. Për ato që e dëgjojnë për herë të parë, jam shumë i sigurt që në social media secilit nga ne çmendurit dhe aventurat e bizneseve të tua do na kenë dalë të paktën një herë në feed. Për ata që nuk e njohin ndoshta, çfarë ofron secili prej bizneseve, ku gjendet, si mund të aksesohet? Te Focus Trading SPK është kompania e parë shqiptare që prodhon pajisje pa artë marciale, kryesisht në sportin e taekwondos. Për çdo bazë materiali që ne na duhet në sportin e taekwondos, ne e prodhojmë edhe e shesim tregun kombëtar. Tashmë është tendenca për dalë pak jashtë tregut ton, pasi mund të themi që është pak treg i vogël dhe është tendenca për të shpërndarë në Europë. Kemi filluar të bashkëpunojmë me disa ekipe në Belgjikë dhe në Itali dhe shpresojmë që në vazhdim të arrijmë të shpërndahemi edhe në shtetet e tjera. Nuk i prodhojmë vetë, nuk i prodhojmë në Shqipëri. Kemi një kontratë me një kompani më të mëdha prodhuese që është në Kinë, që prodhon edhe për kompani zyrtare siç është Adidas, Nike ose Doja. Por personalizimi dhe, si më thënë, brendi është brend shqiptar. Kurse për sa i përket Adventure Point SPK është kompani turistike e cila ofron ture aventure. Jemi një kompani të parë në Durrës që ofrojmë shërbime të jateve dhe boat tours, pasi dihet që Durrësi nuk e ka shumë popullore për shkak të aksesit minimal që ka me portin. Pasi është port industrial, nuk është port i hapur turistik dhe gjithsesi të ketë akses për shkuar e për të marrë rentë një bark. Gjithashtu tek aktivitetet tona ne kemi dhe ATV tours, që janë motorat quad, që janë disa njohin me konceptin ATV, disa njohin me quad, edhe safari tours që janë për stradat 4x4, për të ndërtuar në konceptin safari. Kjo është B apo është B2C? Ne jemi në të dyja platformat. Ne jemi B2B dhe B2C. 70% jemi B2B, kontrata paraprake të cilat ne punojmë me partner, 30% mbetet B2C. E gjithë kjo ngjarje ndodh në qytetin e Durrësit apo shërbimet që ju ofroni pavarësisht nëse janë B2B apo B2C, shtrihen në gjithë Shqipërinë? 95% të shërbimeve janë në qytetin e Durrësit. Pra filloi meeting pointi nga qyteti i Durrësit. A do shoni të vetëm tuaj një agjenci turistike apo marrëdhënia juaj është e lidhur ngushtë me agjenci turistike? Marrëdhënia jonë është e lidhur ngushtë me agjenci turistike. Pra ne japim shërbim pa agjenci turistike. Pra një hotel punon në turizëm, por nuk është agjenci turistike. Janë providers. Edhe ne të njëjtën gjë bëjmë, jemi providers. Pasi ne nuk ofrojmë fjetje, nuk ofrojmë makina me qira, nuk ofrojmë transferta siç agjenci turistike ofrojnë. Si janë të mentorët të rinj aktualisht ose klientët, nëse mund të shuaj, ose turistët, duke qenë se pjesa më e madhe e tyre që eksperimentojnë me Adventure Park mund të jenë turistë. Sa janë apërqasje së sporteve aventurese, se do thosh apo sporteve ekstreme. Në kush është trendi? Vitet e fundit, ne jemi shumë të ri si kompani, por kemi vënë re domethënë që tashmë kur që turizmi fillon të bëhet në masiv edhe prurje me shtetas europian temi, pra shtetas që vijnë nga Gjermania, Belgjika, Hollanda, Norvegjia, përgjithsisht janë dhe klientelës që duan aktivitete dhe nevoja për të pasur aktivitete është thelbësore. Pra nëse ka një qytet në Shqipëri që nuk ka aktivitet, me patjetër i parë që do fillojë të krijojë një aktivitet do ketë sukses. Pasi turisti nuk vjen më për plazhin, nuk vjen më vetëm për sezonin dhe për restorantin për ushqimin e mirë, por ai vjen për eksperiencën. Pra janë zona të thella, zona që nuk kanë akses direkt me rrugën dhe nuk janë zona urbane, të cilat nëse nuk kemi me një person që është lokal ose me një mjet të dur për të aksesuar këtë zona, e ke pa mund të shkosh. O tipologjia e klientit janë të rinj apo nuk ka moshë? Në B2C më së shumti kemi të rinj. Në B2B kemi dhe mosha më të mëdha, që mund të jenë 40+ ose 50+. Pra ndahen. Okej, 40+ konsiderohet më shumë madhe. Pritja ime tjetër lidhet e konsiderojmë është madhe sepse përgjithsisht janë klientë që vinë bashkë me fëmijë. Pra janë familjar, prandaj quaj pak më mëdha. Është e vështirë bësh biznes me sporte, se pjesën e madhe kur çdo që dëgjon për sportet, okay, aktivitet sportiv është argëtues, është interesant, por ta kthesh në biznes se vështirë është ta menaxhosh një biznes i cili fokusin ka sporti. Do të kuptojmë kur duhet të jetë biznes dhe kur duhet të jetë qëllimi dhe parimi sportiv. Pra normalisht në ekipin tonë ne kemi një grup fëmijësh që janë
aktiv në gara, të marrin pjesë në gara dhe aty nuk të shet dot me syrin e biznesit. Aty madje je ku të krijosh mundësi të reja dhe mundësitë për ku mundesh ti të investosh për ta që të kenë mundësi të garojnë ose të marrin pjesë në trajnime ndërkombëtare. Pastaj në pjesën tjetër, përgjithsisht fëmijët që vinë të ri, që prindrit duan t'i angazhojnë, nuk kanë kërkesa për t'i bërë sportist temi, aty pastaj ngjelet biznes, normalisht. Themi biznes në kuptimin e mirë të fjalës, sepse sa më i shëndetshëm ti si biznes, aq më harmonik dhe aq më i pastër, aq më të mira kushtet dhe logjistikat e ambientit të vendit. Për sa kohë nuk të dhën koka për faturat, ti je më i lirshëm dhe më komod për të ushtruar aktivitetin tënd. Në vërtet, unë them që kushdo që është në trajnim, në sindënia, është mision në pjesën më të madhe të rasteve, pastaj kthehet në biznes. 100% është mision. Pjesa e parasore është mision, pra ti je aty me qëllimin e qartë që ai të arrijë misionin e vet, bëhet sportist i mirë, të bëhet student i mirë apo të bëhet ekonomist i mirë. Varet gjithmonë se për çfarë ka ardhur. Ti që jeni të ri në treg apo jo, sa vite u bën në treg? Atëherë, për sa i përket sportit, ne kemi 10-11 vite në treg. Në palesën e fitnessit kemi 6 vite në treg, kurse për sa i përket fokusit kemi 2 vite në treg, focus trading, dhe Adventure Pointit ishte viti i parë. Okej. Mjafto shumë kohë në biznes për të përjetuar dështime apo sfida? Po, absolutisht. Ne na pëlqen që të ndash me ne dështimin tënd më të madh ose sfida më e madhe që ti e ke kthyer në mësim. Nuk kam pas fatin e mirë që të kem dështimin nga vendimarrja, ta themi kështu, por kam pas fatin e keq si 99% e shqiptarëve që në kohën e Covidit dhe në kohën e tërmetit kam pas kolpet nga pasqyrshme, pasi ne sapo kishim ardhur me si përmarrjen e re të palestrës, gjitha kursimet që kishim pasur ishin hedhur aty dhe për mua ku kam qenë, domethënë sportist, kam pas ëndër të kem një ekip dhe të filloj palestra fitnessi. Dhe ishte një ëndër që u realizoi kur isha 21 vjeç. Pa që hapa ekipin e taekwondo-s dhe pastaj 25 hapa palestrën e fitnessit. Edhe deri aty kisha diapazonin, nuk shkoja dot punë për te. Edhe në kohën e tërmetit ne patëm si një pjesë shumë e madhe, domethënë në zonat që u pritën nga tërmeti, patëm probleme në ambient pasi u përmbyt. Edhe na detyruam që ta mbyllim palestrën, bënim investimin nga fillimi dhe kemi hap mes janarit, në mars, me 10 mars ne mbyllëm për Covidit. Dhe gjithë klientela që sa kishte filluar të kthej, qëra e ecte, u drita, dhe pastaj kemi hapur në qershor, një vit më pas prap qelloi na ndodhi një përmbytje, na kom qiu lart. Ta themi kështu. Edhe ka qenë gjithkohës realiteti i biznesit, dhe ka qenë gjithkohës shkopa në përkëmbë, jo kundra pedal, se s'na vinte në asnjë faktor drejt për drejt jonë që na bënte keq, por gjithkohës fati keq shkopa në përkëmbë. Por fal Zotit, po ta mendoj tani si ja kam dalë, nuk arri dot të nxjerrë formulë dhe të them si ja kam dalë. Po që fal Zotit e kemi kaluar gjitha këto përshqetësim. Gjithë rrugtim. Vetëm, totalisht vetëm. Të tre bizneset. Gjithë Duhet partneri i cili ty të ka ndihmuar financiarisht apo ka qenë vend të katërta bizneset vetëm. kur gjesti ka nevojë për një këshill, shko. Në njëre kam sfidë ta kërkoj dhe këshillën, sepse partnerja ime ndonjëherë shumë me drejt për drejt. Ndonjëherë janë dhe këshilla që nuk dua të dëgjoj. Por është njeriu më i afërt që përplasen edhe mundohem që të kem bashkëbisedim edhe të shoh dhe më ndihmon që të shoh gjërat në një perspektivë tjetër. Ndonjëherë kam nevojë të dal nga vetja ime dhe të shoh gjërat në perspektivë tjetër. A është ajo në biznes me ty apo ajo është krau jot i gjatë të këshillave për vendimarrjet e tua në biznes dhe për mënyrën se si ti drejton biznesin? Ajo nuk është në biznes me mua, ka angazhimet e veta edhe as nuk është vendimarrja krau imediat për të marrë vendimet. Thjesht ndonjëherë kërkoj opinione dhe Nga një palë jashtë. po nga një palë jashtme. Sa persona janë punësuar për këshill në të tre bizneset? Atëherë Mesatarisht. nuk i kam numëruar me thënë drejtën, po feja të numëroj tash. 11. Sepse një pjesë e stafit është sezonal. Pra, te turizmi jemi më shumë stafi nga sezonal. Po, sa vështirë është menaxhosh njerëzit? Nuk them sa e vështirë është, aq edhe e lehtë është. Ndonjëherë duhet kuptosh pikat e personave që duhet i shtypësh. Pra do të kuptosh në njerëz që gjërat thjesht duhet kalojnë sepse edhe njerëzit mund të lodhen, mund të kenë një ndodhi gjatë ditës, edhe ne mund të kërkojmë gjatë kohës 100% që ne të rëra. Por është shumë e rëndësishme që dhe ti mos jesh personi që t'i japësh 200% dhe ata t'i japin 60%, sepse pastaj nuk je më në biznes.
ka vështirësitë e veta, absolutisht, por mendoj që jam me fat që kemi staf shumë të mirë. Kam njerëz që më rrethojnë, i kam pra unë jam shumë falenderos ndaj tyre dhe më shprehin dhe më vërtetojnë çdo ditë që ata janë shumë falenderos ndaj meje. Pra kemi një grup, një tim shumë të lezetshëm edhe me njerëz të mirë që duan të punojnë. Jam shumë e lumtur që është vlerë e shtuar që ata punojnë me ty dhe kanë qëndruar. Ata janë investimi më i madh. Është shumë e vërteta kapitali njerëzor. Gjergj, ti në 10 vite ke arritur të hapësh 3 biznese. Ne konsiderojmë këtë mesë më ka gjatë, 5 deri në 10 vite të ardhshëm. Ka gjëkundi në ndonjë zyrtarëse tëndin apo në ndonjë letër të shkruar që ku do shkoj Gjergj si përmarrës 5 vite të ardhshme apo 10 vite të ardhshme, do forcosh ato 3 biznese që ti aktualisht ke luftuar, apo Gjergj mund të hyjë në një industri komplet ndryshe për të plotësuar atë që ne e quajmë në biznes diversifikim portofolio, pra ti ndajmë ato vezet në sporta të ndryshme se never know se një Covid i ardhshëm do na vi dhe duhet marrim masa që nëse sporti s'do jetë alternativa mund të jetë një gjë tjetër. Unë mendoj që vetën të kesh, domethënë, sepse janë 3 biznese për janë 4, sepse fëmijët janë vetja dhe fitness janë vetja, janë adresa ndryshme, staf ndryshëm, pra çdo gjë është vetja, pra nuk përzihem mirë tjetrën. Mendoj që janë shumë edhe nëse do vi dita që në 10 vite të ardhshme me angazhime të miliarda do i kem pa mundur që t'i gjetem 4 punë. Unë mendoj që kam përshtypjen dhe jam mendimi që unë disa punë do t'i lëshoj. Pra do i delegosh apo do heqësh dorë nga? Mendoj që do heq dorë, jo do i delegoj. Mendoj që do heq dorë. Pra ose do arrit të shitet si biznes ose do gjej një deal tjetër, domethënë për të arritur për ta bërë si biznes, por që mendoj që nuk do kem këtë angazhim. Thjesht në këtë kohë jam duke evaluuar kush janë, domethënë ato bizneset që janë përfituese më të mira edhe ku unë do të përqendrohem më shumë. Pra kam pak si fazë studimi dhe me veten time. Ke pasur ndonjëherë me moment jetës së vesh që thon shikom, jeton gjest dhe të thon shiko too much, shumë ngarkesë, shumë presion, shumë gjëra për të menaxhuar, ndopse se do vazhdoj të merrem me biznes, do i kthehem sportit, do i kthehem punës në 5, se nuk e di nëse ke pas ndonjëherë eksperiencë po me shumë. Ne ka qenë ai pika e ktesës që do doja ta merrje, po nuk e ke marrë dot, ose e ke në zyrtar që në majën e piramidës e quajmë ne, marrësh vendimin t'i kthesh tek baza, aty ku ti ishe pa përgjegjësi, ti shijoje jetën. Jo, absolutisht jo. Për mua tani është përditshmëri dhe shumë e natyrshme. Por angazhimet e mia që kam çdo ditës në mëngjes deri në darkë, i kam shumë të natyrshme dhe nuk i shoh si ngarkesë ose ndonjëherë si too much. Absolutisht jo fare. Madje ka momente që më të kenë ditë që ndoshta edhe nuk kam angazhim, edhe them që do bëj, filloj kërëngjista. Edhe madje mi e shokun tim edhe ai është si përmarrës, ka një kompani shumë të suksesshme. Po ankonim edhe kuptuam që po ankonim për ca gjëra kot. Ke parasysh që njëherë njeriu thjesht do të shfryhet nga ngarkesa ditës, e thash e di se është puna shokimit thash. Të dy ne kemi nevojë thash të ikim fillojmë punë 8 orash në ora 8:03. Kamarier banakier pa i ofendu sepse edhe unë vetë kam punuar në banak kohë përpara edhe kamarier kohë përpara, kështu që është, si më thënë, një trampolin shumë e mirë për të filluar, për të pas marrëdhënie me punën, me 8 orashe, marrëdhënie me rroga. Kështu që thash të dy thash kemi nevojë fillojmë 8 orashe, thash kemi një takokat na çokisi gjithkohë, na puzën e çok. Ta marrim vesh sa gabimet që bëjmë. Ndonjëherë kemi nevojë të shkojmë atje poshtë për ta kuptuar se sa je mirë edhe thjesht mendoj që si të bësh më. Po ke zgjat pak në ty këtë me. Apo derisa të vazhdon të arrit. Më kalon. Po, zgjat pak, është një mëngjes para kafes të cilët ti ke tentativa të larta për bërë gabina. Do kalojmë një sesion të pyetjeve që janë shumë të shpejta. Ti do duhet të zgjedhësh se cilën nga ato do vazhdoje të bëje. Kampionat apo biznesmen? Kampionat. Jo biznesmen. E kam gjak. Unë jam po shkoj deri biznesit dhe janë deri biznesit, por gjëja që unë gjithmonë kam ditur të bëj më mirë është të jemi sportistin. Edhe nëse do rikthesha në kurta absolutisht. Frymëzimi më të madh e merr nga fitoret apo nga dështimet? Frymëzon nga fitoret ose nga dështimet? Të dyja bashkë. I kam të dyja bashkë. Të dyja bashkë. A nuk do të ndaj njërin? Nuk i ndaj dot. Njëra nuk vjen pa tjetrën. Udhtim malor apo detar? Varësisht sezonit. Okej, domethënë vera është detar. Është detare, vjeshta dhe pranvera do ishte malore.
Tani unë e di përgjigjen e kësaj pyetje, po e bëj për lirësi se e kam të shkruar. Palestra apo zëra? Nuk do të lidhet zëri me figurën, po do kisha shumë nevojë të ishte palestra. Nuk lidhet zëri me figurën, O ti ke zgjedhur zërin? kam zgjedhur zërin. Nevoja më ka bërë që të zgjedh zërin. Ne e përbënde pak më përpara burimet tona të frymëzimit. Nuk e di nëse Xhersi ka kohë fizike të shkojë tek librat apo tek filmat. Te ka ndonjë prej tyre që të ka frymëzuar në momente të caktuara, ke thënë shiko nga kjo more një ide apo kuptova që aty jashtë ka edhe të tjerë ndryshe apo ka njësoj si unë. Dhe nëse po ka ndonjë që ti do e sugjeroje. Jo, përgjithsisht nuk jam person që lexoj, shkot të hiqem sikur e marr kohën për të lexuar. Edhe për filmat, më pëlqet të shoh filma, por dua gjatë gjithë kohës përqendrim. Pra, mund të jem duke parë një film dhe kam nevojë që të prek telefonin sepse nuk arrit të përqendrohet për kohë gjatë. Por një nga librat që më ka frymëzuar është biografia e Elon Muskut. Pra, një person me ide të qarta në kokë edhe të gjejë rrugën e dur për të arritur ato idetë e veta. Pra, ai libër më ka frymëzuar shumë. Shumë interesante. Unë do doja të ktheja pak në kohë para se të mbyllim podcastin, edhe pyetja ime lidhet me ke Xhersin 18 vjeç tani përballë. Je i ri i cili ndoshta ka të qartë, ndoshta nuk e ka të qartë se si do eci jeta e vet profesionale, me dyshime dhe me komplet dilema në kokë. Edhe do i drejtosh një pyetje ose do i jepi një këshill. Çfarë do i thoshe ki Xhersit 18 vjeç? Të këtë vërstjerë, s'ma ishim po në një pyetje. Të Xhersit 18 vjeç nuk diskutohet një Xhers që të thonë kam ndryshuar shumë në kaq shumë vite. Pra, kam ndryshuar qasje me njerëzit, kam ndryshuar objektivet e mia, pra e them me siguri plot që nuk është me njëjtin person, absolutisht. Ndoshta në bazë është një njëjtin person, por njëkohësisht nuk është një njëjtin person. Do i thojë t'ishe i qetë që e ardhmja është e sigurt? Apo di thoshe Xhersi? Jo, nuk do doja të jepja atë rati. Jo, s'do doja të jepja atë rati. S'do të ratoja. Do t'i thoja që për të arrit ato, për të arrit ke ego dhe e shumë egoist. Patjetër, edhe e ka tregu në sport, e ka tregu në marrëdhëniet me familjen që ka dash gjithkohës më të mirën dhe me njerëzit e tij. Por të arrit atë ego që ke dhe aq egoist sa je, ke nevojë të punosh shumë, ekstrem shumë. Do ke shumë sfida, por ti nuk e tremër sfidave. Këtë mund të them. Je një kampion, domethënë. Xhersi është një kampion. Po për të rinjtë të cilët janë në dilema të ndaja, keni një këshill? Ata që ndoshta duan të nisin biznesin ose jo? Të bëjnë më të mirë natyra. Të bëjnë më të mirë natyra dhe të guxojnë të provojnë. Domethënë, nëse do provojnë, më e keqja që është s'do funksionojë. Problemi i madh. Ka rrugë tjetër prapë. Jo ne kemi në xhep. Joja është në xhep. Domethënë ti jo je. Nëse nuk, nëse do të bësh diçka, do të kryesh diçka, ti për momentin nuk e ke. Jo je. Pra barazimin e ke në xhep. Se e provove është gjithmonë hap i dur. Shumë vërtet, kështu që provoni sa më shumë miq të dashur. Xhersi, shumë faleminderit që ishe me ne sot në podcast. Shumë faleminderit për ftesën dhe kënaqësinë. E gjitha e jona, jam e sigurt që dhe ju miq nga këtë podcast do largoni me shumë frymëzim. Faleminderit që na ndoshët, bashkë do shihemi javën e ardhshme. Ka unë Plerina, natën e mirë.